Një ngjarje në kufite e mrekullisë dhe e denjë për filma ka ndodhur në Bulqiz ku një 35 vjeçar ishte shpallur i humbur nga familja pasi nuk ishte kthyer në shtëpi dhe nuk përgjigjej as në telefon, por kthesa ka ardhur 3 ditë pas humbjes së tij, kur të premten disa fëmijë që po laheshin pranë shtratit të lumit në zonën e Zallit në Bulqiz, pranë urës së Cerenecit, kanë konstatuar një makinë të aksidentuar. Menjëherë ka lajmëruar forcat e policisë, të cilat pasi kanë mbërritur në vendin e ngjarjes, kanë gjetur të gjallë brenda automjetit të riun Nissan Urçe, i cili kishte përfunduar me makinë aksidentalisht 3 ditë më parë pranë ujrave të lumit Zall. Pas mbërrirjes së shërbimeve të policisë dhe urgjencës, Siriu është dërguar për të marrë ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës në Tiranë. Kujtojmë që babai i të riut kishte denoncuar humbjen e të birit në organet e policisë. Në njoftimin e policisë së Bulqizës thuhet, sot më datë 6/6/2025 rreth orës 18:30, shërbimet e policisë kanë marrë njoftim se pranë rreth rrotullimit të Shupenzës është gjetur nga disa banor të zonës një automjet i përmbysur pranë lumit. Menjëherë shërbimet e policisë kanë shkuar në ngjarje dhe nga verifikimet është identifikuar drejtuesi i automjetit, shtetasi me inicialet IN, 35 vjeç, i cili ditën e djeshme ishte shpallur në kërkim, pasi babai i tij kishte kallëzuar se ishte larguar nga banesa. 35 vjeçari është dërguar për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti.